Po përsa I përket marrëdhënieve që keni me familjarët, si I keni marrëdhëniet? I keni të ngushta, I tregoni për çdo gjë, I tregoni për problemet tuaja, apo pak kënaqësi që keni ndaj shkollës, ndaj qytetit, apo dhe ndaj tyre ndonjëherë? Po unë për vete kam marrëdhënie shumë të mirë me prindërit, flas domethënë për gjithçka, për përditshmëri ose për ndonjë problem për. Jam tip misie me prindërit, domethënë shok-shoqe. E kuptoj. Jam shumë lirshëm. Më vjen shumë mirë, shumë e rëndësishme. Edhe unë jam shumë e lirshme me prindrit, mund të flas për problemin që kam gjatë ditës, për pak kënaqësi, ndoshta edhe ndaj tyre, edhe ne më japin këshilla padyshim. Keni motra ose vëllezër? Po unë kam një motër më të madhe. I ke më të madhe? Po. Është në Gramsh apo? Jo, është në Tiranë, është në shkollë për stomatologji në vitin e 2. Suksese. Faleminderit. Isli? Unë kam 2 motra, janë binjake, janë klasën e 7. O, sa mirë. I ke binjaka? Po. Kanë kështu telepati, kanë ngjashmëri në çdo gjë përveç se në pamje apo? Jo, janë të ndryshme. Janë të ndryshme, e kuptoj. Marrëdhënia si e ke me motrën Mateo? Shumë mirë. Flisi për ditë? Po patjetër. Pjesa domethënë që është larguar tani sigur jam mësuar sepse u bën 2 vite. Po fillimi ishte pak si më I vështirë për pjesën edhe në shtëpi domethënë kur ndjesha si vetëm. Ndjeshe si vetëm, e kuptoj. Pastaj është pjesa që mësohesh. Sa të desh ta ambientohesh me faktin që motra është larguar? Paktën, Apo nuk është e ambientuar kur thjesht e ke pranuar si gjë që ajo është larguar? Po 2-3 muaj kam qenë domethënë shumë kështu si I luhatur me mendime që çfarë do bëj tani, si do flas, si do shkoj domethënë në marrëdhënia jonë e ngushtë. E kishe për çdo gjë mendoje aty? Po. Edhe tani patjetër, por që është pak më. Patjetër, po. Është ndryshe kur e ke në shtëpi edhe ndryshe. Normale. Edhe unë fakt nuk e mendoj dot jetën pa motrën time, pa vllajin. Është çike vështirë. Mësuar që Po, 2 vjeçër. e kuptoj. Edhe unë kam një motër më të madhe, edhe një vlla. Jam shumë e lumtur me thënë drejtën që I kam, se për çdo gjë kam motrën që më ndihmon, më këshillon, për dy gabim që unë mund të bëj. Po vllajin e këshillojmë ne të dy, se është më I vogël. Esli, ti si ka marrëdhëniet me motrat? Patjetër mendoj I ke shumë ngushta. Po, ngushta, padyshim. Zjeni? Zjemi pak sepse është kjo diferenca e moshës që pëlqejmë gjëra të ndryshme, kemi mendime të ndryshme, por në fund ditës jemi të lidhura me njëra tjetrën. E kuptoj. Janë mërzitur që ti do largohesh? Po, domethënë në bisedat përditshme edhe përmendin faktin që ti do largohesh, por që të paktën ka njëra tjetrën. E kuptoj. Ti vetëm do vish në Tiranë apo ke ndonjë plan me ndonjë shoqe? Po, ajo varet edhe nga shkolla që secila prej nesh do vazhdoj dhe sipas ku do jenë shkollat, mund të marrim një shtëpi me qira së bashku apo me shoqet padyshim. Por si çfarë varet. Okej, mendoj që do ikësh më mirë. Sidomos me goca që ti ke marrëdhënie të ngushtë dhe të mirë, do e keni më të lehtë.